Limi dhe Ludo ulen përballë njëri tjetrit dhe nisin një bisedë të gjatë për Elionën. Fillimisht fjalët dalin me tone të ulta, por me kalimin e minutave biseda bëhet gjithnjë më e drejtë për drejtë dhe e ngarkuar me mendime personale. Të dy duken të bindur në atë që po thonë dhe nuk hezitojnë ta shprehin hapur mendimin e tyre. Limi shprehet se sipas tij Eliona është vajza më fallto brenda shtëpisë. Ai thotë se çdo veprim i saj duket i llogaritur dhe i menduar për lojë, jo i sinqert. Sipas Limit, mënyra se si Eliona sillet me banorët ndryshon vazhdimisht në varësi të situatës dhe interesit të momentit. Ai përmend se ajo di shumë mirë si të shfaqet e ndjeshme kur i leverdis dhe si të kthehet në një person tjetër kur situata ndryshon. Ludo e dëgjon me vëmendje dhe i jep të drejtë, duke shtuar se edhe ai e ka vënë re këtë sjellje. Ai thotë se për të, Eliona bën çdo gjë për lojë, që nga afrimet me banor të caktuar, deri te debatet dhe lotët që shpërthen her pas here. Sipas Ludos, asgjë nuk është spontane te ajo dhe çdo reagim duket sikur është pjesë e një strategjie për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Biseda vazhdon gjatë, me Limin që thekson se Eliona di shumë mirë si të luajë me ndjenjat e të tjerëve. Ai thotë se ajo shpesh krijon situata emocionale vetëm për të fituar simpati dhe për të dalë viktim, ndërkohë që në prapasken lëviz fijet e lojës. Ai shprehet se kjo e bën atë të duket jo e vërtetë dhe as pak e sinqert me njerëzit përreth. Ludo shton se ajo shpesh ndëron qëndrime dhe fjalë, duke thënë sot një gjë e nesër krejt të kundërtën. Ai përmend se kjo sjellje i ka bërë shumë banor të dyshojnë në qëllimet e saj reale. Për të, Eliona nuk vepron nga zemra, por nga kalkulimi, duke menduar gjithmonë se si do të duket jashtë shtëpisë dhe si do të perceptohet nga publiku. Të dy ndalen edhe të mënyra se si Eliona përfshihet në debate. Sipas tyre, ajo shpesh i ndes situatat, por më pas tërhiqet dhe luan rolin e të lënduarës. Limi thotë se kjo është një taktikë e qartë loje, ku ajo përfiton emocionalisht nga çdo konflikt që krijohet. Ludo e mbështet këtë mendim, duke shtuar se kjo e bën atë edhe më të pabesueshme në sytë e tij. Gjatë gjithë bisedës, atmosfera mbetet e rëndë dhe e mbushur me kritika. Fjalët përsëriten, analizohen dhe thellohen, duke e zgjatur diskutimin për minuta të tëra. Limi dhe Ludo duken të vendosur në mendimin e tyre dhe nuk lën hapësirë për dyshime se për ta, Eliona është një lojtare e pastër, që bën gjithçka për strategji dhe jo për ndjenja. Në fund të bisedës, të dy bien dakord se sjellja e Elionës është një nga shembujt më të qartë të lojës brenda shtëpisë. Ata mbyllin diskutimin me bindjen se gjithçka që ajo bën është e menduar dhe e planifikuar, duke e cilësuar atë si vajzën më fallthot dhe më të fokusuar te loja nga të gjithë banorët.